Mirdita, sot të bëj një pispili me miell misri, me spinaq, me presh, me kos, me vezë. Dhe po e filloj me spinaqin. I hedh shumë pak krip spinaqit, sa ta zbusë një qik dhe sa ujë mund të nxjerr. Aq sa mund të nxjerr. E shtyp mirë. Këtë e bëj gjithmonë pismilin, bëhet shumë e mirë, edhe e përdor shumë. Mundohem sa më shumë ta shtyp që t'i nxjerr ujin spinaqit, sa mund të nxjerr. E shtyp, është spinaq shumë i freskët edhe shumë i vogël. Me gjysmë kile spinaq, 250 gram spinaq, ka një dorë ka ta ndiset. Këtu kam preshët, po kështu shtyp dhe preshët pak këtu. Me preshët bashk edhe qepët. Nuk e skuq në tigan, janë ujë të njoma, vetëm i shtyp me dorë, sa të zbuten. I hedh dhe preshët këtu. Aq sa të nxjerrin dhe preshët. Sa lëngje kanë, aq ta nxjerrin. I shtoj hedh të gjitha me një tas. Atje ku do t'i përzije i hedh. Para se të filloj të bëj pispilin, kam des furrin e sobës me 180 gradë poshtë lart. Furri duhet jetë i nxehtë. I mbledh dhe i hedh gjitha këto. Tash filloj me radhë. Hedh kosin. Shtoj vezët. Nuk ka shumë nevojë për rafje. Shtoj koprën. Është një gjë shumë e shpejtë dhe del aq e mira sa s'bëhet, del shumë e mirë.
shtoj shullir djathi. Gjithmonë këto që bëj dhe byrikjet e këto, vë shullir djathi. Shtoj miellin e misrit. Miellin e misrit e hedh gjithë. Me miellin e misrit shtoj dhe një bacon powder. Shtoj vaj ulliri. I përzej mirë e mirë gjitha që të vjen, i hargjë gjitha ndeja një lloj. I shtoj dhe pak miell gruri. E mbledh mirë e mirë, të hapet mielli gjitha ndeja. Bëjnë qik tepsi të madhe, se hajnë të gjithë, dhe kur bëj tepsi të madhe. I hedh djathin. Djathin ja hedh në copa të mëdha. I hedh dhe pak shullir që ka rënë nga djathi këtu. Do i shikoj për krip para se ta hedh në tepsi. Kjo është tepsia që kam. I shtoj pak vaj poshtë. E hap vajin që të vej gjithandej në tepsi.
Tipsis poshtë i hedh pak miell misri. E shtroj harçin tash të gjithë. E hap me shpatull. Përsipër i shtoj pak djath. I shtoj pak miell misri, pra përsipër. I shtoj pak miell gruri, pra përsipër. Siç e shoj miellin e misrit i hedh miell gruri. I shtoj vaj ulliri. I shtoj dhe pak gjalp. Është miell misri dhe mielli i misrit shkon me gjalp shumë. Gjalpin ja hedh kështu jo të shkrish, shkrin vet. Ja hedh pak e pak. Tash i vë pak piruni dhe shikoj për krip. Pak krip i vë ambi vete, se do lëshohet djathi me krip edhe mos të bëhet shumë e kripur. Kjo është pispilia me presh, me spinaq, me erza. Furi i sobës është i ngrohur, 180 gradë për 3 çerek ore. Mas 3 çerek ore, pispiliu është pjek, unë e provoj vetëm me një thik ose me diçka në qendër të asaj, në qoftë që del e pastër thika, ka kulluar dhe është bëhet jashtëzakonisht i mirë. Ky është pispiliu që bëj unë, nuk e pres dot tash se është i nxehtë, duhet të ftofet që të dalin copat e sakta. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj ditë të mbarë dhe shëndet.